Edisona, të përshëndes, fenomen jo i ri, fenomen që vion të jetë prezent, dhe ajo që ka e bën më alarmante është fakti se është në rritje apo jo. Do ndalimi për shkak të statistikave që ti ke mundur të marrësh për Bashkinë e Gramshit. Çfarë të dhënash ke mundur të marrësh ti dhe si shpjegohet që ka një numër kaq të lartë të denoncimeve, të urdhër të mbrojtjeve, dhe mendosh që ka dhe raste të atyre personave që dhunohen, por nuk denoncojnë? Përshëndetje Fabiola, në fakt mbetet një fenomen negativ edhe në Bashkinë e Gramshit, dhuna në familje, pasi referuar numrit të denoncimeve në raport me popullsinë e kësaj bashkie, numri mbetet në shifra të konsiderueshme dhe shqetësuese. Një rritje në fakt e këtyre shifrave duket se ka të bëjë me ndërgjegjësimin e grave dhe vajzave, të cilat në pjesën më të madhe, të paktën 90% e rasteve të referuara në Komisariatin e Policisë së Gramshit, janë raste të cilat janë raportuar nga gratë dhe vajzat, të cilat kanë vuajtur dhunën, dhe duket se këto të fundit tashmë ka një ndërgjegjësim më të lartë ndaj të drejtave të tyre, dhe kjo është reflektuar tek numri i denoncimeve. Pra, gratë janë më të ndërgjegjësuara për jetën e tyre dhe nuk pranojnë më të jetojnë në dhunë, por që tashmë i drejtohen instancave vendore për të siguruar mbrojtjen ndaj jetës së tyre. Kjo lidhet me ndërgjegjësimin e grave, por nga ana tjetër mbetet edhe fenomeni shqetësues që pjesa më e madhe e atyre që denoncojnë vijojnë të jenë dhunues të rregullt, pasin një pjesë të mirë të denoncimeve të marra në Bashkinë e Gramshit janë raste të përsëritura. Dhe për ta ndoshta e bën më të rënd fakti që vetëm në 3 muajt e parë të 2024-s janë dhënë 4 urdhër të menjëhershëm mbrojtjeje nga gjykata e Elbasanit, e cila mbulon edhe jurisdiksionin e Bashkisë së Gramshit. 4 urdhër të menjëhershëm të cilët kanë qenë pikërisht për dhunë në familje dhe kryesisht kanë qenë gratë ato të cilat kanë denoncuar bashkëshortët. Por nuk kanë munguar edhe rastet e tjera të dhunës në familje, ku pjesëtarë të tjerë të familjes kanë dhunuar njëri tjetrin. Shqetësuese deri diku mbetet edhe përfshirja e të rinjve në aktivitete apo konflikt me ligjin, pasi siç është vërejtur edhe në bashki të tjera, edhe në Bashkinë e Gramshit nuk kanë munguar denoncimet sa i takon keqpërdorimit të dhënave personale, pasi në të paktën në 3 raste kanë qenë vajza minorene të mitura, të cilat kanë denoncuar në Komisariatin e Policisë së Gramshit keqpërdorimin e të dhënave të tyre nga persona të tjerë. Ndërkohë, Edison, ti ke marrë një intervistë edhe një specialist apo përfaqësuese në Bashkinë e Gramshit, e cila merret pikërisht me dhunën në familje kryesisht, ndjekim në këto momente. Përsa përket fenomenit të dhunës në familje, edhe bashkia jo nuk i ka shpëtuar këtij fenomeni negativ, mund ta cilësoj, po pa diskutim që ka një ndërgjegjësim dhe një rritje të denoncimit të rasteve të dhunës në familje, qoftë në marrëdhëniet bashkëshortore, por edhe ndërmjet prindë-fëmijë apo vëllai dhe motër, të cilët bëjnë denoncime të tyre në momentin që ndjehen të pasigurt, kërcënuar dhe që u rrezikohet jeta për sa i përket nga ana e dhunës. Trend ka ardhur në rritje dhe fatmirësisht është një anë pozitive e cila po mbron femrat që të cilat në gjithë këtë periudhë kohe kanë qenë vërtet ngujuara dhe kanë qenë në presionin e peshës që mos ta denonconin për shkak të turpit dhe stigmatizimit që do merrnin, por fatmirësisht tashmë ato kanë kuptuar vlerën e jetës së tyre dhe kanë bërë denoncime. Mi pas edhe raste të cilat të miturat, adoleshente janë keqpërdorur të dhënat e tyre duke e hapur këto rrjetet sociale dhe duke i shkaktuar një dëm si psikologjik edhe moral. Mbi 100 urdhër mbrojtje në një vit, në një bashki të vogël si kundër është edhe Gramshi, padyshim që mbetet një shifër alarmante dhe kërkon sigurisht më tepër vëmendje dhe studim se përse ka kaq shumë dhunë, jo vetëm në familje, po edhe në të gjithë shoqërinë, sepse Edisona ti e the që ka dhunën edhe që vijnë nga të rinjt, adoleshentët, që edhe keqpërdorimi të dhënave është një formë dhune. Unë të falenderoj shumë për këtë raportim të drejtë për drejtë, të falenderoj për intervistën